Përshëndetje! Në këtë video të mësojmë se si me kriju një projekt në Premiere. Për të krijuar një projekt, klikojmë File New Project, apo duke klikuar shkruesën CTRL-ALT-N. Pasi klikojmë hapet kjo ditore. Këtu e zgjedhim folderin ku me rujt projekti. Klikojmë këtu, pastaj nëse ju kujtuan nga video paraprake, e kemi krijuar një folder në desktop me emrin X projekti. Pastaj e zgjedhim folderin Project. Klikoj këtu, edhe pastaj klikoj këtu Select Folder. Pastaj këtu të name ja vendos emrin projektit. Këtë rast po e emërtoj X projekti. Këtë hapësirën tjetër nuk prekim asgjë, por klikojmë OK. Edhe pastaj, pavarësisht prej performancës të kompjuterit, banon pak procesi derisa të krijohet projekti. Kështu që presim pak. Edhe hapet. Pra kjo është pamja e Adobe Premiere-it.